Objektiva kryesore e këtij 21 marsi është ngritja e fondeve. Ka ardhur si rrjedhoje kërkesave dhe nevojave tona. Në Down Syndrome Kosova ofrohen gjitha shërbimet pa pagesë, mirë për sigurimin e tyre është goxha sfiduese. Fatkeqësisht, na në krejt Kosovën veç një antare kemi në një institucion publik. Kemi filluar me një kartolinë për ty me shitjen e kartolinave, është lansu numri 55550 prej në bashkëpunim me Telekomin e Kosovës. Realisht, te institucioneve vendore ende nuk mund të themi që kemi diçka, kemi marrë një përgjigje dhe s'pe vrem hala që është dëgju zoni jonë aty ku duhet. Ka ardhur si rrjedhoje kërkesave dhe nevojave tona. Këtë vet ju kemi drejtu Kosovës me motën Hej Kosovë dhe sa, tu dasht me u drejtu pyetjet te institucionet vendore, dhe ndoshta me pyetse edhe sa qytetarët e Kosovës me sindromin Down kanë me pas nevojë për të drejtat e tyre bazike. Edhe sa kohë ka me u dasht, që kjo kohë duhet me shku edhe me u bo sa ma shpejt me u ofru shërbimet dhe nevojat e duhura që ky institucioni ka të nevojshme. Më kallzon cilat janë si objektiva kryesore të krejt kësaj fushate që do të me dalë në fund dhe me thonë okay, çto objektiva kemi me njek, çto janë pikat të cilat kemi me i mërri gjatë kësaj fushate. Objektiva kryesore e këtij 21 marsi është ngritja e fondeve. Fatkeqësisht vazhdimisht jemi në lobim duke për ngritje të fondeve, për një stabilitet financiar. Në Down Syndrome Kosova ofrohen gjitha shërbimet pa pagesë, mirë për sigurimin e tyre është goxha sfiduese. Që nuk kemi një mbështetje të vazhdueshme të institucioneve vendore, që ajo është targeti kryesor. Nëse kemi me mbrit të paktën me i siguru të ardhënat bazike për me ofru shërbimet e nevojshme për personat me sindrom. Realisht, te institucioneve vendore ende nuk mund të themi që kemi diçka, kemi marrë një përgjigje dhe s'pe vrem hala që është dëgju zoni jonë aty ku duhet. Mirë po, fushata këtëherë është jo vetëm për institucionet, është e hapur, kemi filluar me një kartolinë për ty me shitjen e kartolinave, është lansu numri 55550 prej në bashkëpunim me Telekomin e Kosovës, ku gjithë qytetarët kanë mundësi këtëherë me kontribuar dhe me jap një kontribut sa të vogël për organizate. Kemi tentuar mi kontaktu disa prej fytyrave publike dhe me bo të paktën një share në Instagram, një storje për sa i përket tyne, qytetarët nga shta ka një herë pranojnë ma ndryshe dhe shohin se mundësi për me ofru një ndihmë ose thjesht një kontribut sa të vogël. Po punojmë halon këtë drejtim. Kemi marrë disa fytyra që kanë pezojmë, dje e kom pa që Ledri Vulja e ka shpërndohë në storje fotografinë që me dërgu një SMS për Down Syndrome Kosovën. Iniciativa tilla, po edhe një farforme për krahje tilla prej fytyrave publike, mundet me qenë një ndihmë për neve që sa ma shumë me targetu dhe sa ma shumë me çu zonin tonë të qytetarit. Fatkeqësisht ende vazhdojmë me pas ndoshta sfida në aspektin shëndetësor, në aspektin në arsim, me thonë, ende Down Syndrome Kosova ka raste kur duhet një farforme të intervenojë dhe tjetë aty për pranimin në shkollë të një nxënësit të një personi me sindromin Down. Ndoshta nuk është evidente në shkollat e Prishtinës, mirë po në vendet rurale ende mund të ketë nevojë që prindi vjen edhe thotë X antari nuk po pranohet në shkollë, ndoshta për mungesë të asistentit. Këto janë sfidat kryesore, ndoshta sfidat bazë, që po tentojmë evitu të në kohën, po tentojmë i largu, ndoshta për organizatën, sfida kryesore që thash është edhe stabiliteti i fondeve. Kur jemi tek sistemi arsimor, po kemi ka probleme në sistemin arsimor, po tek sistemi në kuadër tregut punës. A ka edhe aty probleme për këta persona? Na zakonisht njohim shumë persona me sindromin Down, kemi pas afër, kemi pas shumë momente kur kemi marrë disa prej tyre për me i bë pjesë të aktiviteteve, i shohim që janë të aktivizuar në për disa puna, po jo të gjithë. Sa është e vështirë tregu i punës për personat me sindromin Down? Po sa i përket punësimit, po nisi tu tregu që punësimi për personat me aftësi të kufizuar është e drejtë që ligji e garanton. Do të thonë çdo institucion qoftë publik, qoftë shtetëror, obligohet në një formë që nëse janë 50 punëtor, 50 persona staf në atë institucion, 50 personi i 51 duhet jetë një person me aftësi të kufizuar, konkretisht ndoshta edhe në këtë rast me sindromin Down. Fatkeqësisht na në krejt Kosovën veç një antare kemi në një institucion publik. Tjerët janë më tepër në biznese private. Grupin ku marrin shërbim antar 12 vjeç që tutje të rriturit, ku këtë rast përfshihet edhe punësimi. Ofrohet shërbimi logopedit, terapisë së zhvillimit, psikologut, fizioterapeutit. Krejt këto shërbime janë shumë të kushtueshme, kanë kosto, vetëm në DSK ofrohen pa pagesë. Domethënë nuk ka ndonjë shërbim ose diçka tjetër që ofrohet dikon për personat me sindromin Down që është pa pagesë. Cili është targeti ose çka na kena arrit, e shohim që kemi shumë shpesh progres të antarëve gjatë seancave, 2 herë në vetë bëhet vlerësimi i antarëve dhe e mosim se sa
ka qenë progresi objektiva që kanë punu për që ato 6 muaj, edhe që aty e shohim sa shumë të rëndësishme janë shërbimet. Atëherë për qytetarë që janë bashkë me neve tash për momentin edhe kanë atë vullnet të mirë me kontribu në DSK, e kanë shumë të lehtë. Vetëm duke e dërguar një SMS në numrin 55550 me tekstin me zemër, vlen vetëm për thirrjet në valja, do të thonë është bashkëpunim me valjen, me Telekomin e Kosovës, edhe një SMS ashtu siç e thash €1, edhe kthehet mesazhi Down Syndrome Kosova, ju falenderoj për kontributin tuaj. Edhe një herë numri është 55550.